Pa dyshim, çdo gjë që bëhet një rang të lartë vendimarrje, siç është kryeministri, ja vlen të diskutohet. O të demistifikohet, o të lavdrohet. Tani, pse duen Goxhaj dhe Iqbalja? Duen sepse ata 200.000 veta në rrugë, ne na kanë çliruar çfarë të flasim. Po për këtë, akoma kemi ngërç të flasim, megjithëse një çlirim ka ndodhur, që familja e presidentit amerikan përmes Ramës është lidhur me një narkotrafikant si Artur Sheu. Ky është lajmi më i madh se Goxha. Si ne kemi thënë vazhdimisht. Kush është tjetra? Pronari madh. Tjetra është që këto ditë po flitet dhe po vërtetohet me fakte ajo që ne kemi folur me intuit në ajër apo me analizë, që gjysma e parave që kanë ndërtuar kullat e Tiranës janë me para droge. Dhe a duhet të dali një qytetar që do të punoj me punë ndershme në rrugë, kur para e drogës ati nuk i lë të marrë shtëpi me qira, nuk i lë një familje të re të blej shtëpinë e tij. Këto janë gjërat për të cilat ne duhet flisnim. Dhe ky është suksesi protestës. Ky është suksesi protestës që na ka bërë të flasim për këto gjëra, se për suksesin më pyet. Faleminderit shumë. Kush është sukses tjetër? Po. Kush është sukses tjetër? Dhe ndonjë dobësi nëse ka. Nuk i them asnjë dobësi. Mos thuaj asgjë dobësi. Okej. Unë e shoh Sukses tjetër. Unë e shoh si një fest lirie. Dhe një fest e lirie nuk i gjen dobësi. Tani. Edi Rama. Ka dhe ju në fund. Edi Rama, edhe këta të Belindit, po këta me gjysmën, po deshe ti, kanë investuar për të ngritur makineri propagande si Top Channel-i, si Klani, si Vision Plusi, që të mruajnë status quo në kësaj kaste. Ndërkohë, i kanë bërë investitor strategjik, i kanë ushqyer me para inceneratorësh, i kanë me gjysma tunelesh ku vidhet, me gjithë shka. Dhe del, Dojna Mema, Fatma, Dea Vjeri, dhe i bëjnë atë baches të Ramës me gjithë mediat e veta. Pra, kjo është një arritje e protestës që një shoqëri që donte të mbajë në një akuarium të mbyllur, njerëz deri dje nga Instagrami tyre, jo nga milionat e televizioneve kombëtare, arrin të ngrejnë njerëz në shesh, sepse e kam fotur dhe ne. E vërteta. Edhe ty dhe mua një tani që vinë shumë e ke para. Jo. Që se rregullon dot. Sepse e vërteta është shumë e madhe se çdo makineri propagandë. Jepi ti, ai investitor strategjik, miliona lek tunelesh, inceneratorësh, fshatra turistik, në fund të mund ajo Fioralba me Dean, sepse janë rastësisht në këtë rast me të vërtetën. Dhe unë këtë e shikoj, kjo është tharmi i revolucionit që po ndodh. Qartë. Dhe që mos flasim për këtë revolucion, ne flasim për Goxhajn, për Iqbalën, për iranianët, për flamurin izraelit që u zhduk, lloj. Dhe tani, dhe ka lidhje. Ore, meret ashtu. Përgjithësi po. Tani të sqaroj sharlatanin, se unë nuk lëshoj epitete kot rrugës. Do me thënë, këtu doli një sharlatan, po pse ta shpjegoj pse meriton fjalën sharlatan. Jo, do ta them. Pra, të hedhësh në këtë studio tezën që kjo mund të rrezikoj një revolucion islamik, dakord, mund ta kesh, ka dhe në spital të çmendurve mendojnë çfarë duash. Por ama përbara Bardhyl Mamutit, që kjo mund të eskalonte, do e merrte vesh CNN-i, New York Timesi, Washington Posti, Le Mondi, Corriere della Sera, El Paisi. Pra, këtu të gjithë mediat e botës thonë kjo është një lëvizje për dorëheqjen e kryeministrit dhe kundër kastës vjetër politike, dhe del një sharlatan dhe thot kjo ka rrezik islamik. A kam të drejtun t'i them sharlatan, këtij sharlatani që nuk e di
se qarë shikon, nduaj kësë qarë. Sara, e fundit edhe për ju, diçka për Belindin dhe dy fjalë dhe për ta mbyllur sepse unë jam për te i gjithë limiteve. Çfarë ke për të thënë? Jo, do mundohem thjesht ta përshëndroj të gjithën. Në rregull, për sa i përket frazës fundit që dëgjova, mediave të huaja, në fakt interesi kryesor i mediave të huaja si kundër dhe duhet ishte për protestuesit, ka qenë specifikisht projekti. Projekti dhe kush ishin të involvuar tek projekti. Kështu që për sa i përket kësaj çështje nuk mendoj se gjigantët mediatik, CNN-i e kushdo qoftë, ka interes madhor në lidhje me çështjet e brendshme të Shqipërisë, ajsa ka patjetër interes kur flitet për familjen Trump, kur flitet për një investim, ku ata familjarisht mund të jenë ose jo pjesë, dhe në fillim pati e vërtet një kuriozitet, sidomos nga mediat anti-presidentit Trump, dhe siç mund ta keni vënë re këto kohët e fundit, ka një tërheqje të medias ndërkombëtare duke mos pasur një ekspozim të herpasershëm. Pyetja thelbësore këtu është ta duan largimin e Ramës. Ju si e mendoni tani? Rama si ka fare këtë ide? Absolutisht jo, nuk e ka dhe mirë bën të mos ta ketë, sepse nuk mundet të kthehet në normë kjo situatë ku vazhdimisht të mund të dalin protestues në bulevard dhe t'i kërkojnë qeverisë të japë dorëheqjen e ta çojnë pastaj Shqipërinë në një rrugë të mbrapsht, sidomos në një moment ku Shqipëria ndodhet në momentin e saj më të mirë historik. Ne jemi gati për të mbyllur negociatat me Bashkimin Evropian dhe kjo do duhet të jetë në fakt angazhimi i të gjithëve. Kuptova, faleminderit shumë. Kuptova, jo. Jo replik. Jo, opinion. Jo, po ju do të jepni, po ta mbyll me Belindin unë dhe ju dy, e mbyll me ju dy. Okej. Belind tani se shkon me mënyrën se si të falenderoj shumë, natën e mirë bashkë ose qëndro deri në momentin që ta mbyllim. Po qëndroj se e di që do më shajnë ndonjëherë. Jo, nuk të shajnë njeri pa merak, jo, pa merak. Nuk është ky objekti i misionit. Zoti Klliçi, do të ishte ky një moment mjaft oportun. Sara tha që Rama se luan topi Allamanit, aty do jetë. Edhe është edhe punë e Bashkimit Evropian që duhet të pranohemi patjetër, dhe ai do ndryhet për të pranuar etj. Tani për Berishën, a do të ishte ky një moment shumë i mirë që të bëjë një hap pas dhe të largohet. Dhe kështu e lë dhe Edi Ramën vetëm përballë popullit. Edhe s'ka ç'bën fare. Atëherë, përgjigjen mbetet si peshku pa ujë. Edi Rama mbetet si peshku pa ujë. Pikëpari, përgjigjen publike të një nga kërkesave që thash edhe pak më parë, që ka të bëjë me kufizimin e mandateve për kryeministër, në vetëm 2 të tilla gjatë karrierës politike, zoti Berisha ka dhënë ditën e djeshme, që është një mesazh shumë i qartë. Mesazhi tjetër i qartë shumë ka ardhur nga data 30 maj, nga Kuvendi Kombëtar i Partisë Demokratike. Dhe për te mesazhet tuaj ne s'temi. Ku një sekond, në Këshillin Kombëtar të PD-s për herë të parë janë zgjedhur rreth 40% të rinj nën moshën 35 vjeç